115.000 euro të duhen për me ble banesën që do t'ju tregojmë në detaje. To jemi gati në fund të muajit mi dorëzu qelsa. Dërsa në këtë korridor që sa po pat, janë 5 banesa në kat. Kjo këtu është banesa 92 metra katror të cilën jemi duke e shit. Do t'ju tregojmë disa nga detajet më të rëndësishme që karakterizojnë banesën 92 metra katror. Hapësira është mjaft mirë e shfrytzueshme. Ka kande të bukura të cilat shfrytëzimin e bëjnë hala më të mirë. Kuzhina, tavolina e bukës, qëndrimi ditor dhe balkoni. E mira e saj është që pamja është një jug perëndim dhe as më tepër nuk ka objekt që ta zë pamjen, që është ndodhur në shumicën e rasteve. I ki 2 dhoma gjumit mjaft mëdhaja që shkojmë i shohim, dhoma e fëmijëve dhe dhoma e prindërve. Dritarët janë gjata deri dysheme, roletat hapën mbyllen me rrym, dyert i ki mjaft të bukura, nxemja është në dysheme, sistemi smart home, ku ti e menaxhon nga distanca. Çka duhet tjetër? 115.000 euro dhe kontratën te noteri. Po të presim. Kjo është njëri prej objekteve më të bukura që është finalizuar në lagjen Prishtina e Re. Në këtë objekt të bukur, ne kemi gjithsej edhe 4 banesa për shitje të gatshme për banim.